Lideri i BDI-s Ali Ahmeti për Deutsche Welle ka sqaruar se pse ka ndërmarrë këtë ofenzivë diplomatike që pas SBA-ve tani po qëndron në Gjermani. Me koalicionin e qeverisë kemi mirëkuptim se duhet të gjendet kompromis me palën greke rreth çështjes së emrit. Ne si shqiptari kemi informuar të gjitha partitë e palës maqedonase se me cilat emra nuk pajtohemi. Nuk pajtohemi që vendi të quhet Republika Slave e Maqedonisë, as Republika Nacionale e Maqedonisë, por as edhe të mbetet emri ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, ka thënë Ahmeti. Çdo kompromis tjetër për ne është i pranueshëm, si për shembull Republika Maqedonia e Epërme, Republika e Maqedonisë së Veriut e tjerë. Aktualisht ka një propozim nga ndërmjetësuesi Limits dhe për këtë arsye BDI-ja është këtu dhe ka ndërmarrë këtë aktivitet diplomatik, pasi konsiderojmë se tani janë shanse që palët të ulen në tryezën e përbashkët. Megjithatë, unë nuk jam optimist se kjo do zgjidhet tani në qershor me qëllim që të marrim datën e fillimit të negociatave për antarësim në BE, tha Ahmeti. Në pyetje se a ekzistojnë teza të ndryshme se të gjithë shqiptarët e Ballkanit duhet të jetojnë në një shtet të përbashkët siç është Shqipëria e Madhe, Ahmeti ka thënë, projekti i Shqipërisë së Madhe është i lindur në qendrat e mëdha serbe të Miloševićit me qëllim që të hidhet poshtë kërkesa legale e shqiptarëve, të cilët atëherë kanë jetuar në ish Jugosllavi. Prioriteti i shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni janë që të implementohet tërësisht marrëveshja e Ohrit, integrimi i vendit në NATO dhe BE, zhvillimi ekonomik dhe ndërtimi i marrëdhënieve të shëndosha ndërretnike ndërmjet të gjithë atyre që jetojnë në Maqedoni, maqedonas, shqiptar, vleh, turq, rom, bosnjak e tjerë.